Horoskopi javor për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Horoskopi javor i dashit për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Këtë javë, dashi, kozmosi ju nxit të balanconi pavarësinë tuaj të fortë me bashkëpunimin. Me shtrirjen e Mërkurit, komunikimi bëhet thelbësor, prandaj jeni të sinqert, por të kujdesshëm. Në vendin e punës, mundësi të reja shfaqen në mes të javës. Kapini ato me besim. Marrëdhëniet kërkojnë një prekje të butë, dëgjoni në mënyrë aktive nevojat e të dashurve tuaj. Marsi ndez pasionin tuaj, por kjo energji duhet të kanalizohet me mençuri. Shmangni vendimet impulsive, veçanërisht rreth datës 25. Nga ana shëndetësore, aktiviteti fizik është aleati juaj, duke çliruar stresin dhe duke energjizuar shpirtin tuaj. Financiarisht, përqendrohuni në investime dhe fitime afatgjata. Pasi fitoret e shpejta mund të mos materializohen siç pritet. Në aspektin shoqëror, rilidhuni me një mik të vjetër ose një antar të familjes. Pasi nostalgjia sjell ngrohtësi të papritur. Gjatë fundjavës gjeni ngushëllim në kreativitet, pikturoni, shkruani ose ndërtoni, duke lënë zjarrin tuaj të brendshëm të shprehet në mënyrë konstruktive. Dashi, le të jetë kjo javë një bashkim veprimi dhe reflektimi, duke përqafuar plotësisht potencialin tuaj. Horoskopi javor i Demit për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Demi, ndërsa qershori po mbaron, stabiliteti bëhet tema juaj. Venusi, planeti juaj sundues, hieshon shenjën tuaj, duke rritur si sharmin ashtu edhe vendosmërinë. Në dashuri, kjo është një periudhë e bukur për të ushqyer marrëdhëniet ekzistuese ose për të hyrë në lidhje të reja dhe kuptimplote. Jeta profesionale sheh përparim të qëndrueshëm, por durimi është thelbësor. Shmangni presionin shumë për rezultate të menjëhershme. Rreth datës 27, lajmet e papritura mund të ndryshojnë rutinat, prandaj përgatituni për surpriza. Financiarisht, është një kohë e mirë për të rishikuar zakonet e shpenzimeve dhe për të rregulluar buxhetet. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete themelore si yoga ose ecja në natyrë për të ruajtur ekuilibrin e brendshëm. Ndjekjet krijuese ofrojnë kënaqësi të madhe. Lërini prirjet artistike të lulëzojnë. Dinamika familjare kërkon një prekje delikate, veçanërisht nëse ankesat e vjetra rishfaqen. Së fundmi, pushimi dhe rigjallërimi këtë fundjavë mund të vendosi një themel të fortë për përpjekjet e ardhshme. Demi, përqafoni rehatinë e qëndrueshmërisë duke mbetur i hapur ndaj ndryshimeve të këndshme. Horoskopi javor i binjakëve për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Binjakët, këtë javë natyra juaj e dyfisht është veçanërisht e theksuar. Dielli nxjerr në pa aftësitë tuaja të komunikimit, duke ju nxitur të ndani ide që kanë qenë në zhvillim e sipër. Në çështjet e karrierës, bashkëpunimi me kolegët hap dyer që nuk i kishit parashikuar. Megjithatë, sigurohuni që të keni qartësi për të shmangur keqkuptimet. Në mesjavë, prisni ulje ngritje emocionale që kërkojnë shpirtin tuaj të adaptueshëm. Marrëdhëniet mund të ndihen intensive rreth datës 24. Pasi vallëzimi i hijes së Mërkurit mund të ndesë konflikte të së kaluarës, lundroni në këto ujëra me durim. Financiarisht keni kujdes shpenzimet. Kursimet e vogla krijojnë rezerva të forta me kalimin e kohës. Nga ana shëndetësore, theksoni hidratimin dhe pushimin për të kundërshtuar një mendje të zënë. Nga ana shoqërore, lidhjet e gjalla nxisin gëzimin. Megjithatë vetmia ofron reflektimin e thellë që ju nevojitet. Gjatë fundjavës, kënaquni me një hobi ose aventurë spontane, duke lejuar që natyra juaj kurioztare të lulëzojë. Binjakët, hipni në valët e ndryshimit me kuriozitet, duke përdorur çdo përvojë si një trampolin drejt vetëdijes më të madhe. Horoskopi javor i Gafores, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Gafore, këtë javë ju bën thirrje të shikoni brenda vetes ndërsa hëna, udhërfyesi juaj qiellor ndikon në vetëdije. Rrymat emocionale janë të thella, veçanërisht rreth datës 26, duke nxitur reflektim mbi zgjedhjet e kaluara. Profesionalisht, është koha për të ndjekur me vendosmëri ambicjet tuaja. Një projekt mund të arrijë në një pikë kritike. Besojini intuitës suaj, por mbështeteni atë me fakte të forta. Ndërveprimet familjare rezultojnë të dobishme, duke mbushur boshllëqet me mirëkuptim të përbashkët. Marrëdhëniet romantike fitojnë vrull përmes dialogut të hapur, pasi cenueshmëria çon në lidhje më të forta. Rishikimet financiare zbulojnë fusha që kanë nevojë për vëmendje.
Merrni në konsiderat rafinimin e strategjive të kursimit. Shëndeti kërkon vëmendje. Jepni përparësi pushimit dhe vakteve ushqyese për të forcuar vitalitetin. Përpjekjet krijuese shkëlqejnë në mes të javës, duke shkaktuar gëzim dhe frymëzim të ri për të rirë. Deri në fundjavë, aktivitetet në natyrë ose meditimi I qetë pranë ujit mund ta qetësojnë shpirtin tuaj. Gafore, përqafoni instinktet tuaja ushqyese ndërsa vendosni kufi të fortë për të ruajtur ekuilibrin emocional këtë javë. Horoskopi javor I Luanit. Për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Luani, këtë javë kozmosi nxit entuziazmin tuaj të zjarrt. Rrezet e fuqishme të diellit shkëlqejnë mbi shkëndijën tuaj krijuese, duke ju nxitur të ndërmerrni hapa të guximshëm. Në karrierë mundësitë e leadershipit trokasin, përgjigjuni me besim. Bashkpunoni me kolegët për të shfrytëzuar energjinë kolektive për sukses. Rreth datës 25 mund të lindë një sfidë e papritur, trajtojeni atë me hir dhe përshtatshmëri. Jeta dashurore lulëzon mes gjesteve madhështore. Megjithatë mos I lini pas dore aktet e vogla dhe të përditshme të dashurisë. Perspektivat financiare duken pozitive, por shmangni blerjet impulsive sipas tekave. Sa I përket shëndetit, kanalizoni energjinë në aktivitete dinamike. Merrni në konsiderat bashkimin me një klasë vallëzimi ose pjesëmarrje në sporte ekipore. Në aspektin shoqëror, prania juaj magnetike tërheq miqësi të reja, duke pasuruar rrjetin tuaj. Fundjava ofron një shans për të kënaqur natyrën tuaj mbretërore. Ndoshta organizimi një takimi ose shijimi I arteve ofron një mundësi të dobishme. Luani, lejoni që zemra dhe shpirti juaj të udhëheqin veprimet, të sigurt në shkëlqimin që I ofroni botës këtë javë. Horoskopi javor I Virgjëreshës, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Virgjëresha, kjo javë fton për vetanalizë të thellë, ndërsa Merkuri ndikon në mendimet tuaja. Meqense jeni të orientuar drejt detajeve, rregullimet e vogla në rutinat e punës sjellin rritje të konsiderueshme të produktivitetit. Kërkoni qartësi në detyra komplekse duke I zbërthyer ato në mënyrë sistematike. Lidhjet emocionale mund të ndihen të tendosura. Adresoni çështjet herët për të parandaluar keqkuptimet. Rreth datës 27, një ndryshim në punët e shtëpisë kërkon zgjidhjet tuaja praktike. Në dashuri ngadalsoni dhe shijoni momentet e përbashkëta. Mirëkuptimi thellohet me durim. Në frontin financiar, rivlerësoni buxhetin tuaj për të gjetur rrugë të mundshme kursimi. Mirëmbajtja tani parandalon stresin në të ardhmen. Shëndeti përmirësohet me një dietë e ekuilibruar dhe ushtrime të lehta. Merrni në konsiderat meditimin për qartësi mendore. Aktivitetet shoqërore sjellin gëzim, por ndani kohë pushimi për rigjallërim solo. Deri në fund të javës, angazhohuni në një hobi që stimulon mendjen tuaj analitike, siç janë lojrat me enigma ose lojra strategjike. Virgjëresha, përqafojeni çdo ditë me saktësinë dhe kujdesin në të cilin shkëlqeni natyrshëm, duke gjetur paqen e ekuilibër. Horoskopi javor I Peshores për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Peshorja, harmonia ju bën thirrje ndërsa fundi qershorit afrohet. Venusi rrit sharmin tuaj shoqëror, duke pasuruar lidhje të reja dhe të vjetra. Mjediset profesionale lulëzojnë kur përqendroheni në lojën e ndershme dhe bashkëpunimin. Lundroni në politikat e zyrës me aftësitë tuaja të lindura diplomatike. Rreth datës 25, vendimet personale në lidhje me një marrëdhënie të gjatë mund të shfaqen. Jini të sinqert me zemrën tuaj. Financiarisht, peshoni me kujdes pro dhe kundra të investimeve këtë javë. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit është çelësi. Përfshini aktivitete që harmonizojnë trupin dhe mendjen, siç është yoga. Projektet krijuese fillojnë të marrin fluturim, duke ofruar eksitim dhe përmbushje. Me hënën që ndikon në emocionet tuaja rreth datës 28. Reflektimi sjell njohuri të fuqishme në rritjen personale. Planifikoni një tërheqje paqësore ose një aratisje të vogël gjatë fundjavës, duke ushqyer nevojën tuaj për bukuri dhe ekuilibër. Peshorja, lejoni që dashuria dhe drejtësia t'ju udhëheqin, duke thurur së bashku ndërlikimet e jetës në një tape qetësie dhe gëzimi. Horoskopi javor I Akrepit, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Akrepi, transformimi I thellë shënon këtë javë ndërsa Plutoni, planeti juaj sundues, përputhet me qëllimet tuaja. Rritja e karrierës duket premtuese, veçanërisht nëse jeni të vendosur dhe të qartë në komunikim. Sfidat mund të jenë trampolin, duke ju nxitur të inovoni dhe të lulëzoni. Marrëdhëniet personale kërkojnë ndershmëri.
Sekretet mund të dalin në pa rreth datës 27, duke nxitur zgjidhje përmes dialogut të hapur. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes kredit ose borxhet. Rregullimet tani parandalojnë ngateresat e ardhshme. Shëndeti kërkon vëmendje. Siguroni pushim të mjaftueshëm dhe eksploroni teknikat e lehtësimit të stresit si frymëmarrja. Thellësia emocionale çon në shprehje krijuese. Kanalizoni ndjenjat intensive në art ose shkrim për katarsis. Mesjava sjell mundësi shoqërore që stimulojnë kuriozitetin tuaj intelektual. Deri në fundjavë, reflektimi shpirtëror mund të rimbush rezervat e brendshme për përpjekjet e ardhshme. Akrepi, përqafoni ndryshimet me guxim, duke i njohur ato si komponent thelbësor të rrëfimit tuaj të rritjes, duke i transformuar sfidat në triumfe me qëndrueshmërinë tuaj. Horoskopi javor i shigjetarit për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Shigjetari, ndërsa qershori po i afrohet fundit, universi inkurajon eksplorimin, si në kuptimin e mirëfillt, ashtu edhe në atë figurativ. Një shpërthim energjie nga Jupiteri nxit optimizmin dhe dëshirën për të zgjeruar horizontet. Në karrierën tuaj, mundësitë për udhëtime ose të mësuarit mund të shfaqen duke sjellë rritje. Diskutimet filozofike me kolegët frymëzojnë sipërmarrje inovative. Rreth datës 24, marrëdhëniet personale kërkojnë kujdes. Një bisedë kuptimplot e rigjallëron pasionin dhe mbështetjen. Financiarisht, është e mençur të kurseni tani. Kënaquni me luksin me kursim. Ruani shëndetin duke qëndruar aktiv, sportet në natyrë ose ecjet në natyrë i përshtaten shpirtit tuaj aventuresk. Angazhimet shoqërore janë të shumta. Ftesat e një pasnjëshme mund t'ju lënë pa frymë, por të përmbushur. Merrni kohë gjatë fundjavës për t'u rilidhur me veten tuaj të brendshme përmes meditimit ose shkrimit në ditar. Shigjetari, këtë javë mishëron ndryshimin dhe zbulimin, vlerësoni mësimin e çdo udhëtimi, duke lejuar atë të formsoj rrugën tuaj përpara me gjallëri dhe entuziazëm. Horoskopi javor i Briciapit, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Briciapi, këtë javë thekson strukturën dhe disiplinën, ndërsa Saturni fuqizon instinktet tuaja strategjike. Projektet profesionale kërkojnë vëmendje të kujdesshme. Ecni përpara me pragmatizëm, duke ditur se përpjekjet tani çojnë në shpërblime të rëndësishme në të ardhmen. Rreth datës 27, lajmet e papritura mund të ndryshojnë planet. Përshtatuni shpejt duke ruajtur objektivat kryesore. Në jetën personale, marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i qartë, veçanërisht aty ku keqkuptimet kanë turbulluar ujëra. Planifikimi financiar është parësor. Jepni përparësi stabilitetit mbi rrezikun. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në ushtrimet për ndërtimin e qëndrueshmërisë dhe siguroni një dietë të ekuilibruar. Daljet krijuese ofrojnë relaksim dhe frymëzim. Merrni në konsiderat eksplorimin e muzikës ose zanateve. Skenarët shoqëror kërkojnë ekuilibër. Ndërsa mjediset në grup stimulojnë, siguroni vetmi për reflektim personal. Gjatë fundjavës, rishikoni qëllimet afatgjata, duke përdorur këtë periudhë për të parafruar veprimet e përditshme me ambicie më të gjera. Briciapi, ngjitja juaj e qëndrueshme këtë javë shembullon qëndrueshmërinë. Çdo hap hedh themelet për sukseset e ardhshme, të rënjosura në forcë dhe largpamësi. Horoskopi javor i Ujorit, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025. Ujori, kjo javë premton stimulim intelektual dhe mendime inovative. Urani nxit kreativitetin, duke ftuar zgjidhje unike për sfidat afatgjata. Profesionalisht, përqafoni qasje jo konvencionale. Kolegët fillimisht mund të rezistojnë, por besoni instinkteve tuaja për ndryshime pozitive. Rreth datës 25, një çështje personale del në pa, duke kërkuar shqyrtim të kujdesshëm. Marrëdhëniet lulëzojnë përmes idealeve të përbashkëta. Angazhohuni në biseda të thella për të thelluar lidhjet. Financiarisht, vlerësoni sipërmarrjet e reja në mënyrë kritike. Planet e përcaktuara sjellin sukses. Shëndeti përqendrohet në ekuilibër. Eksploroni praktikat e vetëdijes për të nxitur mirëqenie mendore. Shoqërisht, rrethi juaj zgjerohet, duke ofruar shkëmbime stimuluese dhe perspektiva të reja. Përdorni fundjavën për të eksploruar hobi ose kulturën lokale, duke zgjeruar horizontet. Ujori, lejoni që pikpamja juaj vizionare të udhëheqë përpjekjet e kësaj jave. Çdo kërcim intuitiv përpara mundësi dhe zbulime, duke pasuruar udhëtimin tuaj me njohuri dhe kreativitet. Horoskopi javor i Peshqve, për datat 23 qershor deri më 29 qershor 2025.
Peshqit, intuita emocionale ju udhëzon këtë javë ndërsa Neptuni ndriçon empatinë e lindur. Jini të butë me veten dhe të tjerët, dhe mshuria është forca juaj. Profesionalisht besoni instinkteve për të dalluar bashkëpunime të dobishme. Aleatët shfaqen në vende të papritura. Në mesjavë zgjidhni dyshimet e vazhdueshme duke kërkuar qartësi në marrëdhënie. Dialogu i ndershëm zbulon të vërtetën dhe forcon lidhje. Financiarisht tregoni kujdes duke shmangur rreziqe spekulative për rritje të qëndrueshme. Shëndeti kërkon vëmendje. Jepni përparësi pushimit dhe angazhohuni në aktivitete qetësuese si noti ose meditimi për të rinovuar energjinë. Kreativiteti lulëzon, shprehni ndjenjat përmes artit ose muzikës për çlirim shërues. Në aspektin shoqëror, hapja tërheq shpirtra të ngjashëm, duke shkaktuar potencialisht miqësi të reja. Fundjava është ideale për të ushqyer ndjekjet personale ose thjesht për të çlodhur. Lejoni që introspeksioni i qetë të udhëheqë hapat e ardhshëm. Peshqit, përzieni ëndrat me veprimin këtë javë, duke i bazuar vizionet në realitet me hir, duke gjetur ngushëllim në rrjedhën e butë të rrymave të jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.